Një tjetër element që dua ta theksoj është që është planifikuar edhe një cikël takimesh në territor për të kontaktuar bizneset e interesuara dhe njëkohësisht edhe për të nxitur biznese të caktuara që të përfshihen në këtë program. Por nuk është vetëm Ministria e Ekonomisë, këtu është një skuadër e cila ka objektiva të përbashkët, por edhe ka objektiva të ndarë sipas pjesëve të kësaj skuadre. Për këtë arsye, pa diskutim, Ministria e Financave ka qenë kyçe dhe dua ta falenderoj edhe ministrin, se më thonë nga njerë, po pse i falenderon tiktak të detyrën bëjnë, po detyrën bëjnë gjithë në këtë botë. Problemi është kush e bën më mirë dhe kush e bën më keq, se detyrën bëjnë. Ose kur thonë që pse bëni ju sikur çfarë bëni, se me lekët tona po i bëni, po për lekët tona është qeveria, po ka qeveri që me lekët tona bëjnë punë të mira, ka qeveri që me lekët tona s'bëjnë asnjë punë dhe ka pasur edhe qeveri që me lekët tona kanë bërë punë këqija. Kështu që dua ta falenderoj ministrin për kontributin dhe prapë edhe ministrin njësoj si guvernatorin, dua ta falenderoj dhe mas 6 muajsh për suksesin e projektit, sepse Ministria e Financave është kyçe edhe në ndërveprimin me bankat, pasi i kujtoj bankave që guvernatori ka ndorë shumë gjëra, por dhe Ministria e Financave nuk është pa gjë ndorë fare, në rast se bankat nuk do na shoqërojnë në këtë proces me të gjithë vullnetin e nevojshëm, sepse këtu bëhet fjalë për diçka që ta shpjegoj në fund, që është shumë e rëndësishme për të kuptuar se sa thjesht një program kredish. Po ashtu, Ministri i Bujqësisë dhe Ministria e Bujqësisë janë të rëndësishëm për projektin në 2 aspekte. Ne kemi këtë projekt në dispozicion të drejt për drejt subjekteve private dhe natyrisht kur vjen puna tek zhvillimi rural ka një prioritet qeveria të këtij mandati për të nxitur sa më shumë agropopullimin, sepse